Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës ka analizuar sfidat dhe përfitimet që kanë bizneset shqiptare në një treg të hapur pas antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Nga këndvështrimi i biznesit, antarësimi në Bashkimin Evropian është një nxitje për të realizuar reforma ekonomike, sociale, politike dhe ligjore. Monitor shkruan se bizneset do të detyrohen të përmbushin standardet europiane duke përmirësuar cilësinë e produkteve, kushtet e mjedisit dhe sigurinë në punë, si dhe duke ofruar shërbime më të mira për konsumatorët. Nga ana tjetër, disa nga kostot lidhen me reforma të kushtueshme, rindërtimin apo ristrukturimin e industrive jo eficiente, papunësinë në sektorët që nuk do t'i bëjnë dot ballë presionit konkurrues, rritjen e shpenzimeve për kualifikimin e burimeve njerëzore, kostot legjislative dhe institucionale për zbatimin e legjislacionit evropian dhe shpenzimet për inovacion dhe transferim teknologjish. Ekonomia shqiptare ka ende shumë punë për të rritur dhe për të bërë konkurruese në tregun evropian, rajonal dhe më gjerë.